Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për bashkëpunimin ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile. Në shoqëritë demokratike, kontributi i shoqërisë civile në demokratizimin e shoqërisë është i jashtëzakonshëm. Sonte do të flasim pikërisht për strategjinë që ekziston për bashkëpunim në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile. Do diskutojmë pra për rolin e shoqërisë civile në politikbërje, në ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike. Do të diskutojmë se sa po zbatohet kjo strategji në praktik, sa është i rregulluar financimi i zhvillimit të qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të organizatave të shoqërisë civile me interes publik, dhe po ashtu do të flasim se sa përkrahet shoqëria civile nga buxheti publik, por përveç sa përkrahet edhe si përkrahet, pra ku shkojnë milionat e buxhetit të shtetit. Për të diskutuar për këtë temë, sonte kam mysafirët e mi të cilët janë Zotri Habit Hajredini, drejtor i qeverisjes së mirë në zyrën e kryeministrit. Mirë se keni ardhur. Është Taulant Hoxha, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetare. Është Mejide Demolli, drejtoresh e organizatës FOL. Mirë se keni ardhur. Dhe është kolegu nga Instituti Kosovës për Drejtësi, drejtori ekzekutiv, zoti Ahat Miftaraj. Mirë se keni ardhur. Po ashtu, si zakonisht me ne janë edhe student, sonte kemi student nga Fakulteti i Gazetarisë, të cilët gjatë emisionit do të kenë mundësinë që të parashtrojnë pyetje për panelistët. Mirë se keni ardhur. Shikues nderuar, para se të fillojmë me debatin në studio, ju ftoj të ndisni një storje e cila na flet pak për kornizën ligjore dhe strategjinë e cila është sot duke u zbatuar 2019-2023 në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile. Dhe kthehemi në studio. Në strategjinë e miratuar qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023, thuhet se qeveria e Kosovës tregon për kushtimin e saj për të investuar burime plotësuese financiare dhe njerëzore me qëllim të krijimit të mekanizmave funksional për një bashkëpunim të strukturuar në mes të qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. Sipas strategjisë, kjo do të ndihmojë në formësimin dhe zbatimin e politikave publike, si dhe krijimin e një mjedisi më të favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile. Për të arritur këtë synim, janë vendosur 4 objektiva strategjike për periudhën e zbatimit 2019-2023. Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikbërje, rritja e llogaridhënies dhe transparencës në financimin publik të organizatave të shoqërisë civile, zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e organizatave të shoqërisë civile, për ofrimin e shërbimeve publike, si dhe rritja dhe promovimi i vullnetarizmit në programet me interes publik. Krahas fondeve nga buxheti i shtetit, zbatimi i këtyre objektivave strategjik do të përkrahet edhe nga asistenca teknike e Bashkimit Evropian, si dhe priten fonde shtesë nga donator në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile, si dhe nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat e kanë për mision zhvillimin e shoqërisë civile ose fushat specifike të trajtuara nga objektivat strategjike përkatëse. Gjatë viteve të fundit, marrëdhëniet në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë janë përmirësuar dukshëm. Shoqëria civile gjithnjë e më shumë është përfshirë në politikbërje, sidomos pas miratimit të rregullores mbi standardet minimale për procesin e konsultimit me publikun dhe pas lancimit të platformës online për procesin e konsultimeve me publikun. Krahas kësaj, në qershor të vitit 2017, është vendosur një sistem transparent dhe llogaridhënës për financimin e organizatave të shoqërisë civile, përmes miratimit të rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat për financimin publik të OJQ-ve nga Ministria e Financave. Raportet e Këshillit të Evropës përcaktojnë kritere matëse për qeverisjen e mirë, e të cilat duhet të zbatohen nga autoritetet publike, që përfshin se institucionet publike sa janë të qasshme dhe transparente, inovative dhe të gatshme ndaj ndryshimeve, si dhe sa janë llogaridhënëse. Këshilli i Evropës ka përcaktuar përmes kritereve matëse për qeverisje të mirë, se kontributi i OJQ-ve në procesin e monitorimit
përqendrohet në avokim, ekspertizë dhe këshillim, ofrim të shërbimeve dhe funksionin e monitoruesit. Në mënyrë që OJC të japin këto kontribute, është përgjegjësi e autoriteteve publike që të lehtësojnë qasjen dhe të ofrojnë informacione mbi proceset e politikbërjes, si dhe të dëgjojnë dhe të reagojnë ndaj pikave specifike të ngritura nga OJC dhe shoqëria civile. Zotë Aredini, po filloj me juve. Në Kosovë asnjëherë nuk ka pas shumë probleme, sidomos në dekadën e fundit, me miratimin e dokumenteve të rëndësishme në këtë rast edhe strategjive, por edhe ligjeve që rregullojnë fushat caktuara. Në këtë rast kemi pas dhe kemi ende në zbatim strategjinë për bashkëpunim në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile. Praktikisht, cili është niveli i bashkëpunimit në mes të qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile? Faleminderit shumë. Po është një temë mas pari shumë e rëndësishme për të diskutuar rreth bashkëpunimit qeveri-shoqërisë civile. Për të pas një ambient të shëndosh të mirë në Kosovë, natyrisht kërkohet që të ketë bashkëpunim dhe dialog të mirëfillt me shoqërinë civile. Dhe mu për këtë qeveria do të thotë ka dhënë synim prioritet me një angazhim shumë të madh në zhvillimin e dokumenteve, politikave, siç është strategjia. Po jo vetëm strategjia, sepse për ta futur në funksion një politik, një strategji që është një shembull shumë i mirë, është një dokument i përbashkët mes qeverisë dhe shoqërisë civile, ka kriju mekanizma që futin në funksion zbatimin e saj. Dhe të njëjtën kohë ka parapa akten e ligjore apo rregullore që e bëjnë edhe më të jetëtueshëm dhe më të zbatueshëm këtë dokument. Është një shembull shumë i mirë se po flas për praktikës të mëhershme dhe aktuale, do të thotë që i ka dhënë zë dhe që ka forcu bashkëpunimin, e ka rrit komunikimin në mes institucioneve, qeverisë dhe shoqërisë civile. Dhe e ka bë më funksionale dhe më progresive edhe zbatimin e dokumenteve tjera. Momentin kur qeveria është e hapun, konsultative dhe bën pjesëmarrës shoqërinë civile në bërjen e politikave, në zhvillimin e politikave të ndryshëm, të relacionit, shumë e lehtë ka zbatimin e tyre. Sa po ndodh kjo në praktikë? Po ndodh në praktikë. Nëse marrën në shembullin aktual, do të thotë këtij viti, nga janari deri në dhjetor të vitit që lan, ne kemi arritur që nëpërmjet platformës për konsultime me publikun të konsultojmë mbi 247 dokumente, 39 ligje, strategji, rregullore dhe udhëzime administrative. Kjo është një nga dritaret, po them, kyçe dhe të rëndësishme që jep mundësinë jo vetëm organizatave jo qeveritare, po edhe individëve, ekspertëve dhe grupeve të ndryshme. Kush është interesuar? A ka pas raste, sepse kemi pas kritika nga shoqëria civile, tash e shohim edhe konkretisht ndoshta që në raste të caktuara për ligje që kanë rëndësi shumë të madhe të ngutet qeveria, mos i respektojë asafatet të cilat janë të përcaktuara në këtë rregullorën për konsultim? Në fakt, ka mundohet, do të thotë, sepse rregulloria e parashën një gjë të tillë, shkurtimin e afateve, edhe pse ne në kryeministri këmgullim që ato t'i respektojmë, sepse këto procedura, këto standarde i kemi vendosur ne si qeveri, në bashkëpunim me shoqërinë civile, me organizatat jo qeveritare, sepse 15 ditë janë të mjaftueshme për të konsultuar dhe për të marrë kontributin e shoqërisë civile. Nëse ka, do të thotë, legislacione dhe politikë që ka nevojë për me konsultu, kemi pas rastet e tilla, sidomos për grupet e ndjeshme, për grupet vulnerabile, do të thotë kemi shku përtej konsultimit 15 ditor, do të thotë për t'i dhënë mundësi qasje dhe komunikimit në nivel domethënë komunal. Po vetëm doja që të plotësoj post konsultimit me publikun që ju gjatë emisionit, domethënë paraprak prezantuat edhe 4 fusha tjera, ajo që ka të bëj... Do të flasim më pas për secilën prej tyre, besoj gjatë emisionit. Të ndalemi pak te kjo pjesë, zoti Hoxha, jeni drejtues i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur dhe keni projekte të shumta të
cilat në bashkëpunim edhe me organizatat e tjera të shoqërisë civile bëni monitorimin e krejt këtyre proceseve që ndërlidhen me bashkëpunimin me qeverinë. Po ashtu edhe procesi i politikbërjes si një prej aspekteve më të rëndësishme është monitoruar në vazhdimsi nga ana juaj. Qysh e shihni zbatimin në praktik pra të kësaj strategjie, sa praktikisht ka bashkëpunim të kësaj qeverie dhe qeverime ma herët dorën zemër mos t'i hyjmë hak që të merremi ndoshta veç për këtë periudhë të kësaj qeverie. Po betim. 2-3 informatat përgjithshme me qenë se po komunikojmë me publikun, sepse ne këto veç ka kohë që jemi bashkë. E para, gjëja më e mirë që shoqëria civile e ka bë para më shumë se 10 vjetë, i ka që këtë proces bashkëpunimit e ka depolitizu. Në dokumentin e parë, në draftin e parë, kur qeveria ka kërku që ministrat ose zëvendësministrat jenë përfaqësues të ministrive të linjes në këto trupat bashkëpunimit, ne kemi reagu dhe kemi thonë jo, neve na vjen shërbys civil më të lartë, sekretar të përgjithshëm, drejtues të departamenteve, me qëllimin e vetëm për mos qenë të varur prej pushtetit politik të momentit, por për ta trajtuar si një proces i cili është proces i shtetëndërtimit dhe i zhvillimit të institucioneve e jo pjesë e luftës ditore politike. Kështu që kjo është e para. E dyta, e cila na ka sjell deri te këto rregulla të cilat veç fillu me i diskutu, ka të bëjë me kuptimin e politikbërjes dhe përfshirjes shtetarëve. Është e drejtë kushtetuese, e cila pastaj me këto rregullore dhe norma tjera vetëm se është kodifiku në kuptim që çka nuk guxon të bëhet për të konsideruar një proces minimalisht i hapur për publikun. Ne jemi me fat, po në njëjtën kohë dhe është fatkeqësi që jemi shtetë i ri. Me fat po e shoh sepse dokumentet i kemi të mira, kemi marrë praktika më të mira nga kushtetuta te këto rregullore dhe besoj që jo vetëm rajon, po edhe në raport me shumë vende tjera ka aspekti i dokumenteve, i rregullave, mekanizmave jemi mjaft përpara. Mirë po, fatkeqësia është në mentalitetin tonë qeverisës nga gjitha anët, sepse me lehtësi shumë të madhe aprovojmë dokumente, por me lehtësi edhe më të madhe nuk i zbatojmë pastaj kërkesat e atyre dokumenteve. Po kthehem tash konkretisht te konsultimi publik dhe këtu absolutisht s'ka të bëj me zyrën e qeverisë së mirë, me qeverisë sepse jemi bashkë për të mirë dhe për të keq këto procese kemi qenë kontribues. Procesi i konsultimit publik ende vazhdon me qenë një proces shumë mekanik në shumicën e rasteve të institucioneve të ndryshme qeveritare, pa e kuptu thelbin dhe nevojën e konsultimit publik. Pse po e them këtë është konsultimet numra cilat me shumë drejti përmend zoti Haradini, flasin për konsultimin me shkrim në fund të një procesi kur një dokument hartohet. Dhe kur një ligj, një koncept dokument, një udhëzim administrativ e merr formën e vet para finale, mundësitë për të ndryshuar aty janë katëse minimale, duhet me qenë një problem jashtëzakonisht i madh për me nxit qoftë reagim prej publikut ose kontribut. Për më tepër kjo i përjashton shumicën dërmuese të popullsisë dhe të qytetarëve. Ekziston vetëm një numër shumë i vogël i organizatave shoqërisë civile, i individëve, i ekspertëve, i konsulentëve, të cilët kanë aftësi për me komentuar me shkrim kuptim të normës ligjore. Dhe nëse nuk komentohet shumë saktësisht në aspektin ligjor, kontributi më i gjerë gati se nuk mirret parasysh as pak. Pse po i përmendi këto, sepse standardet minimale kërkojnë konsultim prej ditës parë kur fillon të mendohet për një dokument. Ende pa fillu me shkru, është minimalisht obligative me organizu takime, me u konsultu me palë ndryshme të interesit, e jo me lënë në fund të procesit, kur gjithçka vetëm se ka marrë formë dhe është shkru për të konsultu. Kështu që këto numra që po i përmend zoti Haradini janë të sakta, por e pasqyrojmë vetëm momentin e fundit të një konsultimi i cili realisht do duhet vetëm me validu krejt ato që është punu paraprakisht, por realisht nuk është që jep mundësi palëve për me kontribu këtu. E fundit që po du me ngrit në këtë moment, është edhe pjesa e shoqërisë civile dhe reagimi jo ndaj mundësisë për konsultim. Ka ende pak organizata të shoqërisë civile të cilat e shfrytëzojnë plotësisht këtë hapje, edhe pse po them me letra është shumë mirë dhe në praktik shumë problematike, për arsye të ndryshme. Organizatat të mëdha kanë lidhje të drejtë për drejta me shumicën e ministrive në fushat e veta dhe jo patjetër kanë nevojë për këto procese formale. Organizatat e vogla
larg Prishtinës, nuk janë të gatshme për të kontribuar në këtë proces shumë normativ, dhe në përfundojmë me një numër shumë të vogël të akterëve jo qeveritar, cilët kontribuojnë këtu, por e fundit është që bara megjithatë mbet mbi qeverinë, sepse këta janë ata që e kanë kërku votën, mandatin për ta qeverisë këtë vend dhe në fund për të kryer dhe obligimet që i kanë. Do me dhoni një shembull shumë praktik, është tepër më rëndësi këtë që e tha dhe Taulanti, vesh po du më nisë për dy praktikave tani, do më thënë aktuale në kuadrë të saj qeverie. Ne kemi marrë nismën për me hartu një dokument për komunitetet Rom dhe Ashkali, dhe veprimin e parë që kemi bë, ende pa edhon idenë tonë si qeveri, kemi zhvillu 6 sesione informative në kretë teritorin e vendin dhe për komuna, kemi diskutu dhe thot me OEQ-et lokale, me autoritetet lokale, dhe pastaj kemi arë në qendër për të hartu dhe më thënë dokumentin. Pse kemi marrë mësime dhe më thënë nga gabimet e maheshme, këto që e tha dhe thot Taulanti. Dhe të njëjtën kohë dhe thot edhe tek personat me arsit kufizum, kur kemi hartu dhe më thënë planin e veprimit, kemi bërë dhe më thënë një veprim në tillë konsultativ, fillestar, që është fazën e parë, dhe kemi marrë kontribute shumë frutëdhënëse nga këto OEQ. Sepse për secilën nga këto fusha kemi do thot koalicione, forume të OEQ-ve që kontribojnë direkt. Janë shembuj praktik që e mundsojnë, po ne mendojmë dhe besojmë që për çdo ditë, për çdo javë, për çdo muaj, çdo vit, duhet të rritet ky konsultim, ky bashkëpunim, që është në fazën fillestare. Pse po e them këtë? Sepse e bën më të lehtë zbatimin e dokumenteve. Jo do thot punohet nga qendra dhe të servohet do thot qoftë për autoritetet lokale apo për ministrit përkatëse. Vetëm ndoshta më shpjegu dy shembuj praktik, gjë për cilën duhet të plasohet do thot edhe tek instanca tjera, tek ministrit dhe komunat. I kemi veç këta dy shembuj, domethënë. Po si nismë që kanë rezultuar me progres. Po them, ne gjithmonë ku nuk duhet kënaqemi me atë që bëjmë, për çdo ditë po them duhet të punojmë, të jemi të hapur konsultativ dhe si themi të ofrojmë qytetarit dhe organizata, sepse gjithmonë u konë ma progresive kur kemi marrë kontribute nga shoqëria civile. Gjithmonë kritikat e tyre ku janë konë me shkrim kanë begatu një dokument të qeverisë dhe shumë ma e lehtë u konë në aspektin praktik do të thotë zbatimi tyre. Natyrisht ta shohim praktikisht edhe nga monitorimit që e bëjnë këto dy organizata, në këtë rast edhe FOL edhe IKD të qeverisë edhe kuvendit. Zënja Demolli Nimoni së dhe posh një status, se di pse jeni ngut, keni shkru e nuk e lat me diskutu në emision, që keni bo një kërkes në qeveri dhe që në zyrën e kryeministrit ende nuk keni marrë përgjigje. Pra i mbo gati 2 javë edhe janë shkel krejt afatet ligjore. Nga procesi i monitorimit, në bazë edhe të kërkesave edhe të kontributit që vazhdimisht jepni në fushat caktuara, sa praktikisht arrini që këtë kontribut të qëni deri në fund, pra sa merret parasysh nga ana e ministrive të linjës? Fillimisht po du me ndërlidh sa i përket platformës së konsultime publike, si organizat kemi qenë pjesë e disa grupe punuse në ndër vite, po edhe gjatë vitit kalum, sidomos ka fundi vitit, ku fillun shumë ligje, nështë të plotësot ajo norma e parashikume në planin legislativ, edhe besoj që ka njerë nuk ishim as kapacitete njërzori që t'i dërgojmë në gjitha grupet punuset, të gjitha kërkesav që i kishim nga ministrit të ndryshme. Për te i platformës e konsultime publike, si organizat kemi dhenë komente në shumë projekt ligje të ndryshme në shta që nga fillimi, fatkeqësisht nuk janë marrë parasysh. Të njëjtat i kemi përsërit edhe në platformën e konsultime publike, prap nuk janë marrë parasysh. Qa po i vjen kjo që këj procesi po kryet veç formalisht? Vim në atë dilemen me mendu se aja vlen me shpenzu kohë dhe energji me qenë pjesë këtyne grupeve punuse, përderi sa i ki një institucion të caktum që nuk ti merë parasysh vrejtjet, dhe jënë konë shumë ligjore ato vrejtje që jëndon, nuk jëndon veç dëshirë me ndryshu një nën të caktum. Pavarësisht kësaj, sërish po thëmë, vjen në atë diskutimin se aja vlen me shpenzu kohë dhe energji në këto grupe punuse, përderi sa së merën parasysh. Saj përket statusit, po, Ministri 6 janar, Qeveria Kosovës, në mbledhjen që e kam bajt, e ka miratu planin operacional strategjik që i bje plani vjetori punës, në basë cilit do të punoj gjatë vitit 2022.
Po a ditë, pritëm që të publikohet ky plan, që ishtë dashtë të publikohet, nuk është publiku, të nesërmën e bëm kërkesë për qasin dokumente publike. Kaloja fati shtaditor, nuk marëm, madje as një konfirmim, si që dhe parashe ligji për qasin dokumente publike, dhe adresum kërkesën të institucioni që tashmë është funksionali Agjencia për informim dhe privatësi, jem duke i prita fatet ligjore që i takojnë edhe këti institucioni, që unë vjen kesh me thonë se prej që është funksionalizu kjo agjensi, në fakt, e vetëm një mënyrë që është ne arrim me marrë dokumentet të caktuara është tek pas ankesës që e bëjmë në agjensi dhe ata fillojnë procedurat me i kontaktu. Megjithatë kjo po funksionon si duket, sepse në shumë raste po shihet që po detyrohen institucionet me zbatu ligjin. Si duket, pe kam pak frikën e dënimit që mujnë me pësu nga kjo agjensi, vetë institucionet edhe ka fillu pak një vedisim. Pavarësisht kësaj, institucionet me ligjin e ri për qasin dokumente publike janë të obliguara që në mënyrë proaktive të publikojnë dokumentet që ato edhe i prodhojnë. Fatkeqësisht kjo ende nuk po ndodh. Rasti konkret është me këtë plan punës që qytetarët duhet ta shehin. Çfarë monitoroni ju qeverin pa plan? Kjo na pamundson neve me kry punën tonë, të me monitoru planin e punës dhe realizimin e këtij plani në fakt. Edhe zyrës kryeministrit për dhe gjitha ministrive tjera. Jem në pritje, Agjencia për informim dhe privatësi ka fatet e veta dhe të shohim nëse do të arrit të kem këtë plan publik apo do të pësoj ndonjë gjobë edhe për zyrën e kryeministrit që nuk e bën publik. Mos të harrojmë e theksu se në fillim të qeverisë Kurtini njëta kërkesë ka shku, nuk kemi marrë përgjigje, është dashur t'ju dërgojmë secilës ministri veç e veç. Pyetjen konkrete se në bazë të çfarë plani jeni duke punu. Kanë qenë dikun 3-4 muaj masi që ka arë në pushtet qeveria Kurtini dhe vetëm atëherë kur fillun t'i dërgojnë veç e veç ministrit, pas disa ditëve ZKM-ja arriti t'i grumbulloj gjitha dhe t'a bëj publik këtë plan. Po si duket që është shumë ambicioz, fatkeqësisht nga monitorimi i ndoli që dikun 56% e ka realizu në total planin e punës, tash janë në kuadër një rishikimi, po prap unë mendoj që përderisa është miratu në mbledhjet qeverisë, ai duhet jetë publik. Faleminderit, zoti Miftaraj, të nis ndoshta prej kësaj të fundit që ndoshta mundet mushtru si pyetje. Një dokument që miratohet, ai është dashur me kon publik dhe ai është dashur lehtë me pas qasje, që me mujt me pa thjesht çfarë është miratu për me mujt me monitoru. Ata lanti shumë mirë, hartojmë politika, hartojmë strategji shumë të mira, shpesh në bashkëpunim koordinim plot me shoqërinë civile, por që pastaj kur vihet tek zbatimi, thoj se po çalojmë. Padyshim që një qeveri, s'paku flasëm tash për qeverinë Kurti, e cila ka ardhur në pushtet me plot gojën, transparencë, llogaridhënie, komunikim bashkëpunim me publikun, është e pakjartë, është e çuditshme se si një diçka që do të duhet të ishte shumë e thjeshtë, është bazike, elementare, të jetë publike, nuk ndodh në të vërtetë. Unë më vjen mirë që kemi sot zotin Haredini këto, sepse jo pse kemi këto dhe ta lëvdojmë, po ka një përvojë të madhe në qeveri, dikasteri ti besoj për publikun, për qytetarët është mirë më kuptu që e përfshin vërtet qeverisin e mirë, por nëse shoqëri civile kemi vetëm një komponent shumë të vogël të bashkëpunimit me zotin Haredini, po kemi punë shumë më të mëdha ose shumë më voluminoze me dikasteret të ndryshme. Ne e kuptojmë që qeveria tani ka një numër të madh të ministrive dhe nëse bëjmë një vlerësim të asaj se sa është bashkëpunuese ministritë e linjës së zyra e kryeministrit, mund të themi që ka, si të themi, kontradikta të mëdha ministri me ministri. Nëse më lejo t'i marr 2 ministri që ne i mbikëqyrim në një sistematike, jo që si mbikëqyrim tjerat, po besoj që në interes për publikun është Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punëve të Mbrëmshme dhe Administratës Publike. Për të sa Ministria e Drejtësisë, mund të them parim, kuptim të qasjes në dokumente publike, përgjigjës së kërkesave shoqërisë civile është pothuajse në nivelin më të lartë të mundshëm, e kundërta ndodh me Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme. Ministria e Punëve të Mbrëmshme pothuajse është bunkerizu, nuk ka kurrë bashkëpunimi me shoqërinë civile, s'paku jo me IKD-n, thjesht mund të dërgoni kërkesa për qasjen dokumente publike, kërkesa sa të dëni, nëse s'ka bëj si IKD, ka mundësi për ne vetë kemi dërguar ndoshta me 10 për tyre, por thjesht e kanë gjetur rrugën më të lehtë, injorimin dhe mos kthimin e përgjigjeve mos bashkëpunimin. Kur vim tek pjesëmarrja po tek zbatimi rregullorës për standardet minimale të konsultimit publik.
E kujtoj në atë kohë me Taulantin ka qenë një ndër sistemi ndoshta fitoret më të mëdha tona të shoqërisë civile, kur është miratu kjo rregullore sepse ka qenë një pikëthese përmes cilave në përcaktuar bazat e komunikimit bashkëpunimit për pjesëmarrës jo vetëm të shoqërisë civile, por të qytetarëve, të publikut, të grupeve të interesit në politikë bërje, do të thonë hartin politikave, të ligjeve, të strategjive, të udhëzimeve administrative, rregulloreve, apo çdo dokumenti tjetër publik i cili ka interes për publikun. Tash prapë nëse më lejon të kthehem tek Ministria e Drejtësisë dhe tek Ministria e Punëve të Brendshme. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Ministrinë e Drejtësisë. Mund të them se IKD marrin pjesë pothuajse në çdo grup punues, në për grupe punuese po të dërgojmë komente pa pasur nevojë fare të presum hapjen e platformës, më thonë, në konsultime publike. Sa po merren parasysh këto në proces të politikë bërjes? E para, fatkeqësisht nuk është që merren aq shumë dhe kemi disa argumente të ministrisë se nuk mund t'i marrim gjitha komentet e juve parasysh. Për ne është shqetësuese sepse fatkeqësisht ato dokumente që i dërgojmë si shoqëri civile pastaj reflektohen në raportet progresit. Do të ishte më mirë të merren paraprakisht dhe të evitojmë që këto defekte të evidentohen në raport progresit apo jo. E dyta, Ministria e Drejtësisë ka pas 2 ligje ekstrem të rëndësishme, domethënë vetëm këta 2 muajt e fundit. Kemi ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, i cili pa kurfar arsyetimi dhe pa kuptim shkurtohet afati konsultimeve në 6 ditë pune. Kjo është një ligj i cili prek çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Është një iniciativë ligjore e cila, se IKD kemi thënë, politikisht është legjitime. Në fundit kryeministri, ministra e Drejtësisë mendojnë që përmes këtij ligje nëse hyn në fuqi do ta kthej pasurinë e fituar në mënyrë të kontërleshme, domethënë në vitet e fundit. Sidoqoftë për ne, besoj për shoqërinë civile, për qytetarin, kërkon që një iniciativë ligjore të ketë edhe siguri juridike, të ketë siguri se të drejtat e lirisë të qytetarëve të respektohen. Në një analizë tonë që kemi bërë, kemi gjetur shumë defekte kushtetuese dhe ligjore në këtë ligj. Dhe çka është më e keqja, nuk kemi pasur ne si IKD, i kemi mbi 50 staf. Domethënë kemi një armat juristëve. Dhe për ne ka qenë pamundur që për 6 ditë t'i bëjmë dokumente dhe t'i fusim platformë. Është dashur t'i dërgojmë tani tek deputetët e Kuvendit të Kosovës pasi që ka shkuar ligji në Kuvend, sepse domethënë thjesht 6 ditë ka qenë e pamjaftueshme. A mund ta imagjinoni një qytetar të thjeshtë apo njëja që tjetër e cila nuk e ka ekspertizën, nuk e ka stafin IKD-s që për 6 ditë të jap komente të tilla. E njëjta është me ligjin për Këshillin Demokratik të Kosovës, prapë një ligj që lidhet me reformën e sistemit prokurorial dhe prapë konsultimet publike shkurtohen në 7 ditë. Dhe çka është fatkeqësia është që po kanë probleme në planifikim, sepse po i fiton 10 ditë pune në Ministrinë e Drejtësisë qeveri, po ato ligje pastaj po shkojnë po rrin Kuvend ka 6-7 muaj dhe sot ju vije radha, domethënë për me kalu përmes komisioneve. Kto që unë besoj që tash nuk po duam me lidh vetëm me këtë qeveri, po edhe me qeveritë e mëhershme. E kemi Taulandin këtë që përfaqëson, domethënë një organizatë qeveritare që shumë e madhe se na dhe ka më shumë informata, ka një hori ndoshta shumë të madhe se na dhe e kupton që Kosova ka fatin që ka një shoqëri civile shumë të pjekur, shumë të avancuar. Këtë fakt nuk e ka as Serbia, as Shqipëria, as Maqedonia, as Malizi. Faktori ndërkombëtar ka investuar as shumë në sektorin e shoqërisë civile në Kosovë, në mënyrë që sot asnjë pushtet në Kosovë mund të mbijetoj pa opozitë, por opozitë e ka një shoqëri civile që është e çëndosh dhe e cila në mënyrë mund të them masën më të madhe e ka rru pavarësinë e saj. Dhe fatkeqësisht jo vetëm kjo qeveri, por me qeveritë e kaluara nuk e marrin shumë seriozisht në tema të caktuara, shoqërinë civile, ONG-të të caktuara, në që të shfrytëzojnë ekspertizën e tyre. Unë ju siguroj që nëse kjo qeveri do të kishte marrë për bazë komentet e IKD-s, komentet e folit, komentet e ONG-ve të tjera, raporti i progresit nuk do të dilte ashtu si ka dalë. Raportet ndërkombëtare do të ishin shumë më të mira. Dhe krejt në fund nëse më lejon. Po lidhen këto vetëm me politika, domethënë pjesëmarrja ose konsultimet publike vetëm me ligje, me strategji, me rregullore. Si IKD në takimin e fundit që kemi pasur koordinues me zëvendës kryeministrin Bislimi, e kërkuam po duam të hapim debat edhe lidhur me atë që pjesëmarrja e shoqërisë civile ose konsultimi publik të jetë dhe për vendime të cilat nuk janë ligje, nuk janë rregullore. E morëm për bazë vendimin për shfuqizimin
e vendimit të autostradës për Pej. Tash në publik, politikisht, qytetarët kanë dëgjuar se ka korrupsion, domethënë në atë autostradë, se shpronësimet në autostradë janë bërë me dallavere e tjerë, dhe në momentin që kryeministri merr një vendim për shfuqizim, mendojnë që ato përfundoi dhe gjitha mjetet po kthehen. E kjo është domethënë ajo shqetësuese për ne, sepse vendimi është e vërtet që u shfuqizu, po nuk janë shfuqizu pastaj drejtat e qytetarëve të cilat i kanë përfituar përmes atij vendimi. Drejtësia është shumë më komplekse se sa ta dha këtë gotë, ta marr dhe jemi baras. Jo, një vendim i qeverisë për shpronësimet. Ai vendim ka filluar me prodhu pasoja juridike. Nëse një qytetar ka filluar shpronësimet, më thonë autostradën për Pej, ato drejta më nuk merren me një vendim tjetër që shfuqizohet, po ato drejta humbjen ose revokohen vetëm përmes një procesi gjyqësor në gjykatë. Dhe shtrohet pyetja, qeveria kur e ka shfuqizuar vendimin për autostradën për Pej, a është bënë një analizë ligjore, financiare, se çka do të ndodhë, më thonë, me ato prona, të cilat janë tashmë pjesë e shpronësimeve, pjesë e proceseve gjyqësore ose mjeteve që tashmë ju kanë dalë në kënta. Që do të thotë, ne ka mundësi që kemi shpronësu disa hektar tokë rrugës për Pej, autostrada nuk po ndërtohet, po që shteti tash i ka blerë një shëret tokës, i cili nesër mund të mos shfrytëzohet për kurrë. Politikisht nuk e kontestoj vendimin me shfuqizu, por që prapë po flas në aspektin e konsultimeve, në aspektin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile, klubeve të interesit, para se të merren vendime mbledhjet qeverisë pa kurfar analize, ku vetëm kryeministri thotë rendite shfuqizimi i vendimit qeverisë Haradinaj me një ngritje dore dhe as ministrat nuk e kuptojnë se cilat janë pasojat juridike, financiare, ekonomike të atij vendimi. Andaj kemi kërkuar që pjesëmarrja jonë mos jetë vetëm në hartim të ligjeve siç thotë Holanda, sepse me statistika dalëm shumë mirë, po të marrëm pjesë në mënyrë përmbajtësore në politika të cilat kanë interes për qytetarin, për publikun. Rasti i fundit me zërrejnë. Unë besoj që edhe këto qeveria, sot kemi një ngritje të çmimit në bazë të asaj që dul mbi 800 megawatt 100% apo deri 100%. Nuk është që ne shoqëria civile ka qenë konsultuar. Ne kemi filluar konsultimet, komentet vetëm pasi që është marrë vendimi. Dhe çka ndodhi sot, ZRE mori pothuajse copy paste komentet e lëvizjes vetëvendosje, po nuk është që morë ndonjë koment të shoqërisë civile apo të opozitës. Kjo pastaj le shihet e keqe, siç e tha Megi më herët, se po është e vërtetë që ne po marrim pjesë, po dhom komente, po investojmë, po pastaj ai investim nuk po kthehet që po merren parasysh, domethënë fatkeqësisht ato që ne i ofrojmë bazë monitorimit, po edhe në bazë ekspertizës tonë. Faleminderit, dy reagime të shkurta i pata nga zoti Hoxha dhe zonja Demolli, edhe kthehemi te ju zoti Erdi. Shumë kohë, po vetëm një element të rëndësishëm po duam të theksu për konsultim publik. Jemi vend shumë i vogël, me shumë pak burime njerëzore në përgjithësi, sidomos e kemi një histori shumë tragjike të edukimit, shumë histori gjatë, po dhe viteve të fundit, dhe është super luks për këdo që e qeverisë vendin mos me i shfrytëzu krejt njerëz që i kanë dispozicion ky vend. Dhe s'po flas vetëm në organizata jo qeveritare, institute hulumtuese, po edhe në sektor privat, edhe në shoqatat biznesit, edhe në botën akademike. Pra konsultimi nuk është një i favor që qeveria ose kushdo që është në pushtet për ja bën të tjerëve, po është aset për qeverisje. Dhe vetëm kur ta kthejmë mentalitetin e atyre që marrin vendime në këtë mënyrë, atëherë secili prej tyre ka me bë çmos që me gjetë ku janë e kus janë njerëzit që munden me kontribu në këtë proces. Jo me marrë këtë vetëm se ne... Zonja Demolli dhe kthehemi te zotja Eredini. I përmeni shpronësimit, ose po mundëm pa u kyç pak të tema shpronësimeve, dhe qeverive të kalume, është një prej temave që i kemi testu në shtania 4 ministra, në fakt jo nështë, po 4 ministra të financa, sa i përket llogaridhënies para publikut, se si bëhet vlerësimi i pronave, këtë rast për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Gjilan, dhe tek pas funksionalizimit të Agjencisë për Informim dhe pas arritjes së afatit në 7 ditëve të fundit, kur do duhej o të shqiptoj gjoba, o të ofronin këtë dokumente, ne kemi arriti marrim. Do të thotë janë kanë 4 ministra të financa, në kuadër të secilës është departamenti për vlerësim të parcelave kur bën shpronësimet, edhe
mas një periudhë shumë gjatë, kemi arriti marim këtu. Ajo ku desha dalë, merëm vendime ad hoc. Vendimi përfundimtar për shpërndësimin e këtyre parcelave ishte marrë në vitin 2018 në qeverinë e Ramush Haradinaj. Në qeverinë Hoti të vitit të kaluar i bie 2021, e merr një vendim për anulimin e vendimit të kryeministrit Haradinaj në atë periudhë. Kur e sheh kohën se sa është dash të përfundoj ekzekutimi atij vendimi, ka qenë 2018, i bie për 2 vite të procedohen krejt pagesat saj përket shpronësimit. Atëherë, vërtet nuk e kuptoj me çfarë logjike në atë kohë, Abdullah Hoti si kryeministër arrin ta shfuqizoj një vendim cilit i kishte kalu afati për realizimin e krejt atij vendimi. Prandaj, vendimet tilla ad hoc vërtet janë dëmshme, pasojat do t'i shohim. Në shpejti do t'i bëjmë publike edhe këto se sa prej tyre janë kry këto pagesa dhe çfarë impakti mund të ketë shfuqizimin i vendimit që veç i ka kalu afatin këtë drejtim. Okej, zotëria Redini, po shihet nga reagimet që i patëm prej përfaqësuesve të shoqënisë civile që ndoshta në procese të rëndësishme edhe ku duhet të ketë kontribut përmbajtësor shoqëria civile, pavarësisht faktit që ofron atë, kjo nuk merret parasysh nga qeveria, në këtë rast nga institucionet. Apo i bjen keq që në një farë forme këto tikat e nevojshëm për me shënu një rezultat caktuar që edhe kemi hapjet mjaftueshme, edhe kemi përfshirje të mjaftueshme të shoqërisë civile, janë vetëm sa për t'i përmbushur, apo... Unë mendoj që jo, ka dhe elemente shumë të mira, vetëm po du më kthy tek dokumentet, qasjen në dokumentet zyrtare, për praktikës aktuale, dhe më thënë me këtë qeveri ka ra me punu dhe po punoj ngusht, mëna ditës, 3 ditë, 4 ditë, do thotë ne kthem përgjigje, sidomos kemi pas shumë raste tek organizata ju edhe shumë organizata tjera, kemi bashkëpunim me nivelin politik. Që 13 ditë s'kanë marrë përgjigje për rastin konkret, do të thonë nuk kemi ndjeni me siguri që dokumenti ose është për ndonjë përkthim kodi une, po do të thënë që ka shumë efikasitet, komunikim për kthimin e përgjigjeve, po flas në aspektin praktik, do të thonë shumë i sinqert. Kur kthehemi te konsultimi për mbyll këtë, sepse është një gamë shumë e madhe procesi e konsultimeve. Ne po them kur kemi nisë një proces tillë, kemi nisë bashkëpunim me shoqërinë civile. Tolanti ka qenë si themi, eksperteve lider që ka punu me neve në këtë proces. Është fakt që qysh në fazën fillestare në krijimin e grupeve marrin pjesë varësisht nga mandati, misioni i organizatës për të kontribuar në ministrinë përkatëse. Procesi i konsultimeve në platformë është në fazën krejt përfundimtare. E qartë. Dhe ajo bëhet transparente. Po merrem parasysh se si proces po shihet që po përfundojnë. Ato duhet, si themi, ta monitorojmë këtë procesin e konsultimeve me publikun. Ne kur publikojmë raportin vjetor për konsultimin me publikun, nuk themi që vetëm 247 dokumente kanë qenë për publikun, po i spjegojmë edhe gjitha fazat e konsultimit. Edhe bëhemi shumë kritik për ministrinë, X ministrinë, që nuk i ka bashkangjit raportet e konsultimit. Ka ndonjë ministri që e përcjell një ligj, një dokument, që nuk i ka bashkangjit atë formatin e procesit të konsultimit. Do thotë jemi vetë kritik, dhe këtë po dana me nxit, si themi, nëpërmjet edhe reagimit të mbrendshëm për me rrit konsultimin, sepse vetëm e begaton dhe bën më të frytshëm. Ka raste, po them, shumë produktive, kemi shembuj shumë konkret që ka pas kontribute edhe në platformën online. Përshtojmë se ka raste në arkiv që gjendet vetëm e kliku prej vitit në vit, mund t'i gjejmë komentat e... Po pajtohem, po për shembull për neve është shqetësuese sepse kur është hartu rregullore për konsultime publike, aja fati 7 ditor është para vetëm për rrethana të jashtëzakonshme, të cilat domethënë për morëm rrethana jashtëzakonshme që po dojnë me kalu agjendën, për shembull e kanë planifikuar me kalu në 2021 në një projekt ligj, edhe ato do të më miratu. Ç'kjo ka qenë arsyeja për byron apo? Kjo është problemi, domethënë se edhe nuk është që ndodh vetëm një herë. Nëse kërkohet për procesin e integrimeve, do të thotë procesin e integrimeve Covid-i për shembull, duhet një ligj për parandalimin e Covidit, është emergjente, po kjo është ligji për byron, çfarë urgjencë ka pas? Po te ligji për byron, ligji për Këshillin Federal të Kosovës, ligjet tjera, cilat po flas bën më shumë për shkak të planifikimit dopt të ministrive të linjes, të cilët hupin kohë, do të thotë, ose fillojnë një ligj shumë vonë, dhe pastaj për ta nxënë hapin
mundohen që të fitojnë 7 ditë, 10 ditë, në më thonë, brenda kësaj periudhës që është me rregullor për 15 ditëve konsultime publike. Kështu që për një minister, unë besoj, një litë që miraton, edhe pse është afati 15, shumë më mirë është jetë 30 ditë, 25 ditë, ju jap mundësi. Rregulloria ka emrin minimale. Minimale. Nëra ato s'bën nëra. Nëra ato s'bën. Edhe aty do të me minimizuar. Grupet interesit të kenë qasje, po kjo më besoj është njëra anë e medaljes në krahasim të me procese tjera ose probleme që dalin rrugës. Po du me kalu me një temë tjetër, zotja Eredini po filloj me juve, sa është rregulluar korniza institucionale dhe ligjore për financim në zhvillim të qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të organizatave të shoqërisë civile me interes publik. Dhe ky ka qenë një proces tepër i rëndësishëm në vendin tonë, falë bashkëpunimit që kemi pas me shoqërinë civile. Do të thotë për 17 vjet në Kosovë nuk ka pas një rregullore që ka fut në funksion dhe i ka dhënë ato instruksionet, standardet se si duhet të financojmë organizatat qeveritare. Do të thonë për 17 vjet ministrit, komunat dhe agjensit kanë punu kokë në vete. Natyrisht që ka pas keshpërdorime, ka pas jo rregulla rreth financimit, jo transparencë. Kur ne kemi nisë procesin si Kosovë, bashkëpunimi me organizata jo qeveritare kemi pas KCF-n, po dhe mori organizata tjera, domethënë në këtë proces, kemi bënë një holumtim në rajon, po dhe në vendet e BE-s, dhe ne kemi përzgjedh modelin e përzimit, sepse janë 3 modele. Më thonë i centralizum, decentralizum dhe i përzim. Modeli i përzim që ne Kosova kemi përzgjedh ka të bëjë me atë se ministrit, komunat dhe agjensit, varësisht për mandatit dhe vetë misionit, japin kohë do të thotë financimit të organizatave qeveritare. Ne vendosim rregull, do të thonë se si duhet financohet, thirrjet, monitorimi dhe gjitha proceset tjera. Dhe rregulloria hyri në 2017 në fuqi. Ne për herë të parë do të fillum të bëjmë publike financimin OEQ-ve që është bën nga shteti. Natyrisht kjo ka ndikuar shumë në rritjen e transparencës, në zvogëlimin e korrupsionit, sepse u konë, domethënë, një nga ato dritaret e para ku janë bërë publike, do të thotë se sa ministrit financojnë OEQ-t, komunat e gjithë këto. Jetën kohë ne tani jemi duke punu sidomos me qeverinë aktuale për ta avancu platformën për financimin e organizatave qeveritare. Po të shkojmë do të thotë në linkun e kësaj platforme për herë të parë, domethënë shohim në mënyrë vizuale, domethënë çdo komunë, çdo ministri, çfarë përkraje ka dhënë dhe hera e parë do të ndodh këtë vit në kuadër të kësaj qeverie që raporti i qeverisë po edhe i komunave do jetë në mënyrë elektronike. Më thonë, ministrit, komuna do të raportojnë në platformë, jo do të thotë në mënyrë, do më thonë, shumë klasike, aty do gjenerohen të dhanat, do verifikohet, do të thotë edhe projektet që në realizu, do më thonë, nga organizatat e qeveritare. Çfarë buxheti kemi ndo, zotja Eredini, për organizatat e shoqërisë civile? Si shtet, sepse e dim që disa miliona kanë dalë më herët, që vit për vit janë shpenzuar për organizata për cilat më pas edhe ne që punojmë në organizata jo qeveritare nuk e kemi pas pothuajse asnjë informacion se kanë ekzistuar ato projekte e po ashtu që janë shpenzuar milionat cilat nuk e kemi pa kontributin e tyre askund. Fakt i referohemi 2 viteve të fundit, vitit 2019 dhe 20, do thotë në vitin 2019 do të kishim 18 milion dhe 2020 do të 20 milion pikë 7 dhe për vitin 2021 presim që në fund të marsit do të publikojmë raportin me dhënat. Është nxajshëm? Mund të ketë ndryshime, ka ndryshime në bazë të si themi në bazë të planeve të veprimeve që kanë bërë do të thotë ministrit. Ajo që dua të them që këto raporte do të thotë kjo rregullore që është në fuqi, natyrisht e ka rritë përgjegjësinë e institucioneve për të kujdes, do të thonë, në mënyrë shumë më efikase sa për këtë financime të OEQ-ve. Fillim vit ne kemi bërë shumë në mënyrë më klasike, do të thonë, informatën sa për këtë raportit. Tani edhe me kërkesat, edhe me kritikat, edhe me sugjerimet e organizatave qeveritare që është kërku gjithmonë të avancohet ky standard, do të thonë
Tani do të thotë ne kemi një pasqyrë më detajzuar, sepse dhanat që i marrim... Çka ndodh me këtë buxhet? Po, dhanat që i marrim, domethënë ne nga thesari, po edhe që i verifikojmë nga ministrit dhe komunat, për fondet që kanë dhënë për OJC, shohim domethënë tani një produkt më të shëndosh, domethënë më ndryshe. Përpara kemi pas një fokus që i kemi bërë bashku të gjithë organizatat jo qeveritare, edhe të njëjtën kohë federatat e sportit dhe asociacionet të shumta. Tani është domethënë një verifikim më i detajzuar dhe për të pa mënyrë më të shëndosh të financimit, po edhe të uljes së keqpërdorimeve sa i përket financimit të OJC-ve. Zoti Hoxha, natyrisht që kjo rregullore për të financuar organizatat e shoqërisë civile edhe me kontributin e juaj dhe të tjerëve të shoqërisë civile është një arritur shumë e madhe, sepse më në fund edhe nëse s'kam rri edhe ndoshta s'është u zbatu në mënyrë të përpekt, prapë është një farë rrugë ku muj me ecë edhe me kërku një formë transparencë dhe llogaridhënie. Qysh e keni pa krijimin e këtij mekanizmi edhe sa po është efikas tash për me menaxhu buxhetin publik, i cili duhet të jetë si kontribut për shoqërinë civile? Ngjashme me konsultimin publik edhe të financimi publik për OJC, përparimi është i jashtëzakonshëm, domethënë ku kemi qenë dhe ku jemi të dy fushat, jemi larg më mirë. A jemi në përputhje me nevojat dhe me potencialin që i kemi pas shumë larg prej asaj. Po du 2-3 sende. E para është të shuma, sepse në opinion publik ka vite me radhë që në momentin kur publikohet ky raport dhe dalin shuma tilla 13 milion, 15 milion, 20 milion për OJC, që që kemi ne edhe si tashmë na ka bëmo normale mos thellimi në temë, vetëm del lajmi kaq milion për shoqërinë civile dhe menjëherë diskutimin publik është opak, shoqëria civile tash po financohet prej qeverisë. Realisht është e kundërta. Po shpresojmë që këtë vit po përmirësohet dhe se jemi edhe të informuar edhe në proces të përmirësimit të raportimit, por vetëm 30 diçka, më pak se 40% të këtyre fondeve realisht shkojnë për OJC si financim si grante. Pjesa tjetër janë fonde për federata sportive, fonde për klube sportive, fonde për bashki fetare, fonde për institucione publike që gabimisht listohen në lista, për shembull teatri i qytetit, ndonjë qyteti etj. Janë blerje të shërbimeve për institucioneve për ofrues të ndryshëm shërbime që munden me qenë OJC. Pra vetëm 30-40% këtyre shumave që përmenden gjithmonë në raport janë realisht përkrahje për OJC, dhe e dyta shumë e rëndësishme është që shumica dërmuese e këtyre shumave nuk janë për OJC që miren me tema të qeverisjes. Antikorrupsion, demokratizim, drejtat njerëzit, drejtat grave, janë kryesisht për organizata lokale që miren me kulturë, me aktivitete rinore etj, që nuk kanë të keqe asgjë, është shumë e domosdoshme, po jo me këtë pjesën e shoqërisë civile e cila ballafaqohet me qeverinë, sepse për shkak të problemeve që i ka pas financimi publik dhe në anën tjetër për shkak që megjithatë kemi pas përkrahje prej donatorëve të huaj, shumë pak organizata kanë pranuar në fushave kanë aplikuar realisht për fonde. Tani, kur jemi te fondet publike në përgjithësi, ngjashëm prapë me konsultimet publike. Qeveria dhe Ministritë e Linjës, përderisa janë duke zbatu mjaft mirë rregulloren dhe tani janë ndërprej ato keqpërdorimet masive që kanë qenë. Apo pastrohet Kosova më shumë pastrejke se edhe mas hyrjes në fuqi sa rregullore? Aty ka mundet me pas raste gjithmonë, po si trendi është në përmirësim, por edhe këtu jemi larg ndryshimit të mentalitetit. Fondet publike për OJC duhet të shihen si investim e një ministrie për të realizuar programin e vet, e jo si një ndihmë për një organizat të caktuar, dhe fatkeqësisht në shumicën e rasteve deri tash vazhdon edhe aktualisht që këto fonde më shumë jipen për ta blerë një lloj paqe me grupe të ndryshme të interesit sesa për të shndruar në investim. Po më vjen mirë, po në anën tjetër nuk është që kisha dashur me veçu, po është një ish kolegi jonë nga shoqëria civile, ministri i kulturës, Herullah Çeku, i cili më në fund është duke tentu, dhe paktën publikisht edhe në studio këtu e kam dëgjuar disa herë, duke tentu me ndryshu këtë mentalitet të fondeve publike. Për të kthy fondet publike, në këtë rast Ministrisë Kulturës e Sportit, në një investim për sektor të ndryshëm, për prodhim të kulturës, për avancim sportit, e jo për shpërndarje të disa qindra eurove ose 2-3 mijë eurove
për qindra organizata dhe me ato me ble paqen nga gjithë. E kjo përmendoj që është hapi i radhës që duhet bashkarisht me bo. Është punë ka ndodhë për praktikës që nuk është respektu kjo regulore dhe marë vendimet në qeveri për të financu organizatet jo qeveritare. Po ato janë vendime politike që kanë marë, që marrin barën për vete, do më thonë, në mos zbatim të ligjit. Ne kemi rekomandu dhe kemi këshillu edhe hierarkinë politike, dhe të mëhershme që duhet zbatohet kjo rregullore dhe mos shkohet me vendime të qeverisë. Qeveria aktuale dhe tot gjëmatari nuk ka marrë ndonjë vendim të tillë. Do të thonë respekton këtë rregullore, sepse për praktikave të mëhershme ka pas, do të thonë, shkelje, vendime që janë marrë nga ekzekutivi për të financuar ECHET. Kjo është një shembull i mirë në aspektin aktual. Vetëm po duam të lidh me Taulanës, që ka shembuj të mirë, vetëm dua të shpjegoj se sa e ka se mund të shkurtoj tash në përgjigje se marrim edhe pyetje nga raportin e parë ku e kemi bërë publik, kemi vërejt për shembull që institucionet, një organizatë jo qeveritare kanë përkrahur, do të thonë 4 institucione. Një projekt e ka drejtuar në kryeministri, në 2-3 ministri, me një komunë dhe është financuar pi buxhetit, do të thonë, të Kosovës. Kjo është me vërtet, do të thonë, skandaloze. Dhe këto raporte pastaj e kanë ulë këtë dhe shka po përpiqem ne tani me botë, do thotë që në mënyrë automatike, nëse një projekt është financuar nga një digaster të ministrive, mos të përkrahet, do të thonë, nga X ministria apo komuna tjetër. Do doja shumë të shihja edhe raportet e realizimit të atyre aktiviteteve. Këtë po kjo platforme dhe të shihet puna se ku po shkojnë ato mjete. Kjo është ajo që po kërkojmë ne avancu këtë platformë dhe ato mu bë publike, sepse vetëm në formën publike ku i bëjmë këto raporte e ulim këtë dukuri, dhe më thonë... Transparenca elementi i parë, kështu që na mundëson me pa dhe me eliminu. Ta them, nështë ta e ka mundësim për herë të parë, kështu që t'ja sqarojmë gjithë opinionit e ta pak ta ulanti. Shkurt megi që të marrim... Jo të gjithë marrim fonde nga qeveria, se si organizate kemi dalume me statut, që të marrim mjete nga buxheti i shtetit, kështu që i njihmi shumë rahat dhe komod këtu, edhe mi ju thonë gjithë qytetarëve dhe gjithë atyne që na sulmojnë se herë që ne japim një kritik ndaj qeverisë, sepse qeveria na ka ndalë fondet, ju them publikisht që nuk marrim fonde nga qeveria, kështu që pikërisht për t'i ikër nështë shurje së zërav që tha Taulanti, kështu që jemi rahat në poqe me këtë. Po gjithsesi do doja të shija raport të realizimit të secilit projekt për cilin qeveria ndonë. Edhe në fakt nuk do duhet ishte ka që djallëzuar krejt kjo temë që kur të financën shteti gjithqysh është në çfarë do forme një shërbim që mund ta ketë më njëherë perceptimin korruptiv se dikush diçka ka ndodhur. Me ato që ka thamë Megi, dhe më thonë, duke por politizimin e gjithë shkojnë në Kosovë, edhe i këtë dënë statut soja ka që nuk pranon, dhe më thonë, fonde nga qeveria ose nga komunat me qëllim trutës pavarësisë, kështu që kritikat tonë ose kërkesat tona për me qenë këto transparente janë kumtim të interesit publik, po asë njëherë, dhe më thonë, për interesat saktë. Faleminderit. Të marim tani pyetje, 2 pyetje mund t'i marim, jemi në 20 minutat e fundit të emisionit. Keni pyetje për panelistët? Qërë jam Naim Kryezion, student në Departamentin e Gazetarisë, ku pyetja imi drejtohet zotërit Habit Hajredinit dhe zotit Taulant Hoxhaj, ku pyetja ime është sa është e përfshirë shoqëria civile në hartimin e politikave në interes publik. Faleminderit, dhe një pyetje tjetër, a kemi? Atëherë, unë jam Venera Shumolli, vi nga Fakulteti Juridik. Pyetja ime shkon për shoqërinë civile. Atëherë, sa ju kanë konsultu qeveria në vitin e parë në proceset rëndësishme që ka kaluar Kosova? Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, po fillojmë me përgjigjen të cilën nështë edhe gjatë debatit paka shumë u dha. Shkurtimisht edhe të kalojmë të pyetja e dytë që përbesoj nështë ka pesh shumë atë madhe në kuptimin e temave që janë ngritur edhe për çka është marrë parasysh shoqënia civile. Po është pyetje shumë e vend, po në gjatë diskutimit na mundu me dhënë, është një prioritet i qeverisë që me pas gjithë përfshirjet të shoqërisë civile, të organizatave jo qeveritare në bërjen e politikave, në pjesëmarrjen e tyneve. Jo vetëm në procesin e konsultimit nëpërmjet platformës, por në gjitha fazat që kalon.
Nuk është ka herë dhe letë, do më thonë, jo moralizua jo, por me patë produktin, por një dhash disa nga shembujt konkret, praktik, do më thonë, të punës që bëjmë me qeverin aktuale, do më thonë, 2 nga dokumentet ko gjatë ndjeshme që duhet punohet në teren, me shoqërinë civile dhe me institucionet përkatëse për me kontribu. Edhe po mendoj që jo vetëm që është prioritet, po edhe është fryt progresiv, avancimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe forcimi i dialogut në bërjen e politikave, sepse kjo bën më të lehtë zbatimin praktik të këtyre dokumenteve. Po marr një shembull, raportet që dalin pastaj nga organizatat jo qeveritare. Ne si qeveri i marrim ato si të mirëqenshme, sepse ka shumë rekomandime pyetynve që na bëjnë neve, si themi, më të syqel për të marrë veprime në praktik në jetën e përditshme për të realizu detyrat që përkojnë në bazë të ligjeve që kemi në fuqi. Zoti Hoxha, cilat janë temat e mëdha që shoqëria civile është përfshihet vazhdimisht me kontributin e saj? Temat cilat konsiderohen pa interes të thellë politik dhe ekonomik janë më të lehta për të përfshi. Aty ku ka interes të fort politik dhe ekonomik ose ekonomik të grupeve të ndryshme të interesit, tentohet që shoqëria civile me umbajt larg, por unë po du me shfrytëzu pyetjen ose përgjigjen për me zgjënu kuptimin e shoqërisë civile. Vetëm po e marr një shembull të duket edhe emri ka pas ligji për këmbje ekonomike në verën e vitit 2020, do me thonë mujt e parë të pandemisë, ku u hap për konsultim publik me afat shkurtum, edhe pse shumë mori kohë pastaj derisa u miratu, po kërkesa jone vetme, ndaj më duket që ka qenë Ministria e Ekonomisë, ose nuk jam i sigurt cila ministri ka qenë sponsorizuese e këtij ligji, por komenti jonë dhe pyetja jonë kryesore aty ka qenë, a i keni konsultu ata që janë prek më shumti prej pandemisë, sepse forma e konsultimit që përmenda më herët me shkrim në platformën online, po i mundson vetëm atyre që janë më së lartë në shoqëri, një farë elite shoqërisë, njerëz të pasur të afër pushtetit në Prishtinë për me komentu. A janë konsultu njerëz jashtë Prishtinës, a janë konsultu gratë, a janë konsultu gratë e pakicave ndryshme etnike që kanë marginalizim të shumëfisht, a janë konsultu të rritë e komunave tjera, cilët i kanë humbë vendet e tyre të punës me rroga shumë të ulta dhe kanë rrezikuar ekzistencën, dhe përgjigja normalisht ka qenë jo. Pra, kur flasim për konsultim dhe për përfshirje, nuk do me thonë me na përfshi IKD-n, folin, KCSF-n. I kemi në tema tona dhe kryesisht e gjejmë rrugën për të çu mesazhet tona të vendimarrësit. Është fjala për të përfshi ata njerëz, ato grupe qytetarëve dhe qytetarëve, cilët realisht ndikohen prej asaj. Dhe nëse kemi folë për krizë ekonomike të shkaktuar nga pandemia, më së pakti kanë pësu një grupi organizatave ose barësve të shoqërisë civile dhe institucioneve tjera këtu në Prishtinë. Është puna nëse më lejohet, është mirë puna edhe për masën dhe për qytetarët me informu ajo çfarë po bëjmë tani tek platforma online për konsultime, siç po thotë Taulanti, ne po shkojmë përtej asaj, po mendoj. Nëpërmjet platformës online për konsultime ne kemi me informu edhe qytetarët që nuk dëgjojnë, qytetarët e shurt, qytetarët e verbët. Më thonë, nëpërmjet të gjuhës së shenjat me DVD do të informojmë secilin qytetar, do të thonë, për ligjet që do plasohen në platformën online. Sepse gjermatani nuk kanë dhënë mundësinë e barabartë për të pasur qasje në këtë platformë qytetarëve që nuk dëgjojnë apo qytetarëve të verbët. Jemi ndoshta vendi vetëm në rajon që po marrim këtë nisëm. Nuk është e lehtë, po kërkon edhe koste kohore dhe financiare, po këtë po realizojmë gjatë këtij viti. Që më dhon mundësinë, po është obligim kushtetues, fillestar, domethënë për më dhon mundësinë secilit qytetar, jo vetëm ato që kemi në qendra, po çfarë thotë Taulanti, organizatave më të mëdha dhe kontributdhënëse, po edhe qytetarëve tjerë që mund të ofrojnë domethënë një çështje të tillë. Kjo është sa përmendasi informat do të thotë për masën dhe qytetarët. Lajmi mirë. Zonja Demolli Nimani, në këtë rast, cila në fakt do të ishte tema që shoqëria civile është përfshi edhe që është temë shumë e rëndësishme ku e keni pa kontributin? Nështë ta keni rrimi ullë tarifat e energjisa në dialoga? Edhe na si shoqëri civile, si organizata të shoqërisë civile, e kemi një profil caktuar
Po, ka pas kolegë të organizatave tjera që ma të profesionalizum këtë fushën e energjisë dhe kishin dhënë komente shumë të mira, aq sa i kom po fatkeqësisht edhe ata u ankun se nuk janë marrë parasysh këto komente. Në këtë rast ka pas tema të caktume. Kjo qeveri ka fillu ndoshta me shumë një havë shumë të madh ndryshimin e shumë ligjeve. Edhe krimin e ligjeve të reja, po dhe shumë ligjeve. Pa dyshim që jemi konë të ftumë, edhe jemi konë pjesë shumë grupeve punuse të shumë projekt ligjeve që ka fillu kjo qeveri. Jo, e thash edhe ma herët, jo gjithmonë më kanë marrë parasysh, ma dje dhe disa komente qoftë edhe për drejtorin se po përmendet prapë kjo byroja për konfiskimin e pasurisë, të kriteret për emrimin e drejtorit të kësaj zyre dhe aty diçka ka qenë qesharoke që s'është marrë një kriter aty parasysh, po sërish po them, jo të gjitha dikasteret e kësaj qeverie mund të themi që janë nështë shumë mbylluna, e tha e hatje kemi një ministri drejtësisë, pavarësisht tash që kjo nga aspekti i komenteve që japim për ligjet ndryshme nështë nuk merren parasysh, po në anën tjetër, kur ti e bën një kërkesë për qasje në Ministri Drejtësisë, normal që kemi marrë përgjigjen brenda fatit ligjor, ndoshta ndodhet dhe nuk kalon ky 7 ditëshi. Jo të gjitha janë mbylluna, po kemi edhe shumë mbylluna, madje që as nuk e kthen një. Kush ka pion kështu deri tash sipas praktikës që keni pasur organizat? Tash përmendim rastin me cilin e filluam, e kem ZKM që po bën 13 ditë, nesër bën 14 që nuk e kemi marrë një përgjigje. Ta kem parasysh e ka një zyrë për informim zyra kryeministrit të Kosovës, edhe mendoj që ka staf të mjaftueshëm me u marrë edhe me kërkesat tona. Përkundër asaj që do duhet publikoheshin pa pas nevojë të bëjmë kërkesa për çështje. Zoti Miftaraj, diçka prej këtyre temave të mëdha në të cilat kontributi shoqërisë civile mund të evidentohet dhe pas kësaj, po natyrisht një prej temave të mëdha që ka nisë me IKD-n, dhe pas kësaj çka rruga tutje. Domethënë u diskutuan krejt problemet edhe gjithçka që është konsoliduar deri tash si në aspektin ligjor si institucional, problemin po e shohim që nuk e kemi te dokumentet, tek politikat, por e kemi tek zbatimi. Çka tutje? Isha ndalë shkurt të ajo pjesa, ne e kuptojmë që një qeveri, një parti politike, kur të vjen pushtet, ka një plan program për 4 vite të ardhshme. Në aspektin politik, është shumë legjitime që parti politike të caktoj disa objektiva, parametra se çka kanë me arrit, domethënë në të ardhmen. Tash nga syri i shoqërisë civile, nga syri i qytetarit, nga syri i publikut, ne duam ta masum jo vetëm zbatimin atij plan programi, po duam ta masum edhe disa obligime që Kosova i ka në raport me integrimin evropian. Ne kemi të nënshkruar një marrëveshje me Bashkimin Evropian për stabilizim asocim. Ne kemi qeveria vazhdimisht, domethënë bën update me marrëveshjet apo agjendën e reformës evropiane. Sot është i 8, për 6 ditë është Shën Valentini, edhe është domethënë vjetori i qeverisë Kurti. Do besoj qytetarit shtron pyetje shumë legjitime për një vet sa hapa kemi bërë para drejt zbatimit marrëveshjes për asocim stabilizim, sa veprime kemi pas raport me agjendën e reformës evropiane sa kemi plotsu, sa Kosova sot është me afër liberalizimit vizave. Domthonë kjo besoj është një pyetje legjitime e qytetarëve dhe besoj edhe jo në shoqërisë civile. Dhe kretë kjo lidhet pastaj me tema të mëdha. Unë besoj që gabimet fillestare që ka pas kjo qeveri në vitin e parë është që janë marrë me tema të mëdha të cilat kanë të kalu këtë qeveri. Ne kuptojmë që janë disa procese, dialogu, janë disa politika që ka pas kjo qeveri pa dia për genocid, vettingo, disa të tjera të cilat thjesht nuk kanë pas kapacitet absorbues, nuk kanë pas kapacitet me trajtu gjithat njëjtën kohë. Ne si IKD kemi thonë që besoj për çdo qytetar të Kosovës, ABC-ja ose kryesorja është vettingo. Dhe ne në takimet që kemi pasur, para se marrë pushtet vetëvendosja, qoftë me kryetarin e Kuvendit, tash qoftë me ministrin e Drejtësisë, ka qenë që i kemi informuar që vettingu nuk është vetëm vullnet i joti ose pse i merr 70% apo 80% votave. Është një proces më interlikuar që kërkon bashkëndim, bashkëbisedim sinqert me partnerët ndërkombëtar me Brukselin. Nuk është diçka që thua pe bëj. Domthonë nëse hapat e parë nuk e merr këtë konfirmim ka partnerët ndërkombëtar, atëherë kemi pas shumë problem me zbatu. Nuk është që e kanë marrë këtë këshill fare, domethënë edhe në një mënyrë çdo takim mund vjen keq, po takime ndoshta të nivelit të lartë
duam të bëjmë vettingën sepse kemi fitu 50%. Besëm në ati zyrtarit të lartë për zgjerim Bruxelles 5 para, se si bën përshtypje fare e ki 50 apo 60%. Për të është me rëndësi që je kryeministër legjitim i zgjedhur nga vota e popullit për me çu procese përpara. Po sa ki peshën politike nuk është se fort interesant. Kështu që unë besoj jo vetëm për vetting, po dialogu Kosovë-Serbi. Ishte çështja e gazit, domethënë gazbërqyrësit amerikan. Kanë qenë disa procese të rëndësishme me interes publik, me interes ndoshta strategjik, jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, cilat nuk është se është marrë fare mendimi i shoqërisë civile ose i publikut, por kanë qenë vendime, si të themi, individuale, kryeministët, të cilat pastaj pasojat besoj që po i shohim më vonë. Zonja Demolli, si të ecet përpara, si të arritet ky bashkëpunim edhe të jetë më përmbajtësor që ato kontribute që jepen nga shoqëria civile, mazgjërsisht nga qytetari, edhe përmes organizatat të shoqërisë civile, të përfundojnë në politika që ja bën jetën më të mirë qytetarit? Ndoshta të nis prej faktit që kam premtu shumë, transparenca radikale, le ta zbatojnë atë që kanë thënë në premtimet. Po thënë që i kanë rritë shumë pritet gjatë kohës sa kanë qenë në opozitë, si vetëvendosje? Shpresa ka qenë shumë e madhe për ndryshim, po si duket një përqindje shumë e vogël është të realizuar. Gjithmonë tu mos i përgjithësu gjithë dikasterët qeveritarë të kemi parasysh. Se si duhet shkohet tutje, e thamë qysh në fillim, kemë shumë ligje, kemë shumë strategji, jenë shumë të mira, vetëm me u zbatu, kjo kërkohet. Ta kemë parasysh, se si shoqëri civile mos na shohin është as armiq, tash na shohin se na fuqi për me marrë vendime nuk kemë, atë kanë qeveria, kështu që ata duhet i bëjnë ato vendime, po ta kemë parasysh se edhe ne në atë mënyrën tonë mundohemi me kontribu për këtë vend me aq mundësi sa kemë. Kështu që vendimet i takojnë qeverisë, kontributin tonë na do ta japim sa herë që na kërkohet edhe ta kemë mundësinë me dhënë, gjithsesi që do të vazhdojmë me i monitoru edhe me i publiku ato çfarë i gjejmë nga monitorimi. Me kritiku edhe me rekomandu çdo politikë. Gjithmonë të përfshi rekomandimi, jo vetëm kritik. Zoti Hoxha? Rruga përpara e vështirë, qysh? Janë disa nivele, po e para është vullneti për me ato që e thash fillim me kuptu konsultimin si diçka që e pasuron qeverisjen e jo si diçka që e ndan vendimarrjen, sepse vendimi në fund mbet me autoritetet përkatëse, kanë kërku pushtet, kanë marrë pushtetin dhe kanë legitimitetin për mi marrë ato vendime. Po të kuptumit që kur është një thanje e vjetër, pyetën 100 vetë dhe bën që është din vetë në fund, kjo është thjeshtimi më i madh i konsultimit publik, do të thonë, do të më pyet sa më shumë dhe në fund e merr vendimin. Sa i përket qeverisë aktuale, ka qenë një moment shumë i mirë për shkak të historisë vetëvendosjes të mos qenit në pushtet dhe ka qenë një momentum i jashtëzakonshëm për me ndru edhe qasjen. Jemi të afru në një vetë qeverisje, nuk po them që ka humb, mirë po është duke shku drejt humbjes së momentumit, nëse nuk ndryshohet drastikisht energjia për ta përfshi publikun në përgjithësi. Dhe prapë them, jo vetëm OJC të Prishtinës, po publikun në përgjithësi. Po mendoj që ky vit mundet me qenë viti i kthesjes. Nëse viti i parë ka qenë përshtatje me kuptimi temave, përshtatje me pasin e pushtetit në dorë, sepse qeverin Kurtini nuk llogaris as pak për arsyet pandemia, në krejt që ka ndodhë dhe rëzimi shumë i shpejt, po tash po bëhen një vit dhe nëse tash në vitin e dytë të kësaj qeverie nuk energjizohet krejt kjo pjesë e bashkëpunimit, atër ka me qenë një momentum i humbun dhe me skenën politike e cila është aktualisht në Kosovë, po mendoj që ka me nevojit edhe disa cikle zgjedhore për më ardhë një moment i ngjajshëm për me pas një hapje të qeverisë, në ato që po them me shfrytzu potencialin, çdo potencial të këtij vendi për me çu vendin përpara. Faleminderit, i kemi edhe 30 sekunda, zoti Ajredini, si të nxjinet ky momentum që qeveria të jetë në nivelin e duhur. Është një gjë shumë e rëndësishme dhe e mirë që shoqëria civile, organizatat jo qeveritare në kuadrët e kësaj qeverie janë pjesë e shumë struktura dhe mekanizmave të institucioneve. Çdo Këshill Nacional, Komitet Ndërministror, qoftë për fëmijë, qoftë për gra, persona me aftësi të kufizum ose të sektorit drejtësisë, marrin pjesë organizatat jo qeveritare.
ta shfrytëzoni atë mundësi që t'jeni zëri, dhe më thonë, dhe përfaqësimi i denjë të shoqërisë civile. Është një gjë shumë me mirë, po i lëmë anash procesin këto ligjore që kemi të konsultimi me publikun. Më thonë, është një nga mundësit më të mira, po të njëjtën kohë është bërë një kthes sa i përket bordeve të ndryshme. Unë vetë personalisht kom ndihmu nivelin politik për të bërë ftesë në bashkëpunim me ta që t'jenë pjesë e monitorimit. Është një hap shumë progresiv. 2 gjanat për fund. Ajo që ka shumë shkurt, ajo që është prioriteti joni gjithsesi ka të bëjë me komponentën e vullnetarizmit për me rregullu në vendin ton, sepse ne në Kosovë vetëm kemi rregullu sektorin e rinisë. Do të thonë është një prioritet që ne vullnetarizmin do ta nxisim, promovojnë, po jo ta ngulfatim me ligj ose me diçka tjetër. Dhe e dyta? Dhe dyta është ka të bëjë me kontraktimin e shërbimeve për organizatat qeveritare. Ne po punojmë gjatë këtij viti që të bëjmë një katalog për gjitha organizatat që ofrojnë shërbime. Do vendosim standarde dhe procedura sa më të lehta dhe çaq. Faleminderit zotëja Eredini. Pjesa 2 e emisionit vetëm. Po, se na kanë ikë minutat e emisionit. Ju falenderoj shumë për kohën dhe kontributin që dhat. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koa.net. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.